ajetet nga 1 deri te ajeti 4. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adhabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An ya'budu Allaha wa ati'un. يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe i tham: paralajmëroje popullin tënd para se t'i vijë një dënim i dhemshëm. Ai tha: o populli im, në të vërtetë unë jam për ju një paralajmërues i qartë, që ta adhuroni Allahun, t'i friksoheni atij e të më bindeni mua, me qëllim që ai të falë disa nga gjunahet tuaja dhe t'ju lërë të jetoni deri në një afat caktuar, dhe kur t'ju vijë çasti caktuar i Allahut, askush nuk do të mund ta shtyjë atë veç sikur ta dinit. Komentimi. Mesazhi i parë i profetit Nuh, paqja qoftë mbi të. Ashtu siç e diskutuam më sipër, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, thëriste në rrugën e Zotit dhe u mësonte të gjithëve ecjen në atë rrugë. Ajeti fillon me dërgimin e tij dhe thotë: ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe i tham: paralajmëroje popullin tënd para se t'i vijë një dënim i dhemshëm. Ky dënim i dhemshëm ka gjasa të ketë lidhje me dënimin e kësaj bote ose të botës tjetër, ahiretit. Të përshtatshme janë që të dyja, edhe pse në bazë të ajeteve të fundit të kësaj sureje, kuptimi i saj përputhet më shumë me dënimin e kësaj bote. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, ishte edhe paralajmërues, edhe përgëzues. Është kjo arsyeja që paralajmërimi pranohet se ka më shumë ndikim. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, ishte ligjsjellësi i parë hyjnor, pra erdhi me sheriat dhe me fen hyjnore. Thirrja e tij ishte me përmasa globale. Pas marrjes së këtij urdhri, ju drejtua popullit të vet: o populli im, në të vërtetë unë jam për ju një paralajmërues i qartë. Ky ajet përcjell mesazhin se duhet të adhurohet Allahu, një dhe i vetëm, dhe të hiqet dorë nga çdo gjë tjetër përveç tij. Bëhuni të devotshëm dhe binduni urdrave të mia, që në fakt janë urdhrat e Allahut, që të adhuroni Allahun, t'i friksoheni atij e të më bindeni mua. Faktikisht, profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, përmbajtjen e thirrjes së tij në rrugën e Allahut e përmblodhi në 3 fjali: adhurimin e Allahut të një, friksimin ndaj tij, si dhe bindjen e urdrave të tij, të cilat janë zbritur nga Allahu dhe përbëheshin nga besimi, etika dhe dispozitat hyjnore. Më pas ajeti diskuton për nxitjen e tyre. Rezultatin e rëndësishëm të kësaj thirrjeje në rrugën e Zotit e shpalos shkurtimisht në 2 fjali, me qëllim që ai të falë disa nga gjunahet tuaja. Në fakt, shprehja e njohur Islami duhet përqafuar dashur më shumë se veten tënde është një shprehje e njohur për të gjitha fetë hyjnore dhe kjo nuk i përkiste vetëm Islamit. Ajeti pastaj shton t'ju lërë të jetoni deri në një afat të caktuar dhe kur t'ju vijë çasti caktuar i Allahut, askush nuk do të mund ta shtyjë atë veç sikur ta dinit. Nga ky ajet arrim të kuptojmë se exheli, afati përfundimtar i jetës, është 2 llojesh. Njëri është exheli musamma, afati caktuar, dhe tjetri është exheli nihai, afati përfundimtar, që nuk mund të shtyhet. Së ndryshe, vdekja e afërt dhe vdekja e largët, ose vdekja e kushtëzuar dhe vdekja e patjetërsueshme. Vdekja e parë është ajo vdekje që ka një afat të caktuar, por mund të ndryshohet, pra në bazë të efektit të veprave jo të hishme dhe jo të mira të njeriut. Ka gjasa të afrohet shumë më përpara, ajo mund të vi nga dënimet hyjnore, mund të ndodhë dhe kundërta e saj, pra nën efektin e devotshmërisë dhe të kryerjes së veprave të mira e të dobishme. Ka gjasa që vdekja të shtyhet në një afat më të largët. Afati përfundimtar i vdekjes, afati caktuar në mënyrë absolute, nuk mund të ndryshohet. Këtë mund ta sqarojmë kështu: një njeri nuk ka jetë të përhershme, edhe nëse organet e trupit i ka në gjendje të mirë, kur t'i vi koha e vdekjes, zemra e tij e konsumuar në vite natyrshëm do të pushojë. Megjithatë, mbajtja e higjienës dhe parandalimi me kohë i sëmundjeve mund të ndikojë në zgjatjen e jetës së njeriut, ashtu si moskujdesi për higjienën e të tjerë mund ta shkurtojë shumë jetën e njeriut. Hulumtim, ndikimi i faktorëve shpirtëror në shkurtimin apo zgjatjen e jetës. Mësimi tjetër që përfitojmë nga ajeti i lartë përmendur është ndikimi i mëkateve në shkurtimin e jetës së njeriut. Kuptimi i ajetit është:
Nëse besoni dhe jeni të devotshëm, Zoti do t'ju dhurojë jetë të gjatësi dhe do ta shtyjë vdekjen tuaj sepse mëkatet i japin goditje të tmerrshme trupit ose shpirtit të njeriu. Konceptimi i këtij kuptimi është shumë i thjeshtë. Në transmetimet islame, ky konceptim zë një vend të veçantë. Në një hadith nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lexojmë: ata që vdesin në efektin e mëkateve janë më shumë se ata që vdesin për shkak të saktimit të Allahut, pra në afatin përfundimtar. Ata që kryejnë vepra të mira nën efektin e tyre jetojnë më gjatë, janë më shumë se ata që u zgjatet jeta në ndikimin e faktorëve natyror.